Paralelizmi neomalsores që kryeson listën e mbyllur të Partisë Socialiste në Shkodër me Lenka Çukon ka shkaktuar shumë reagime që nga Strasburgu, Kanadaja e deri në Dukajgjin, edhe vetë Mariana ndihej e keqardhur pasi sipas saj ajo ka lindur dhe shërritur në demokraci dhe si një vajzë që ka studiuar shkenca politike nuk ka asnjë lidhje me realizmin socialist. Mbase paralelizmi me Lenkën, një kooperativiste nga Lushnja, mund të ketë qenë jo edhe shumë i goditur për një vajzë nga Dukajgjini. Shkodra djepi kulturës dhe emancipimit, ku kam miqe e mikesha të ngushta, më shumë se sa kam në Vlorën ku kam lindur, ka pasur në të kaluarën shumë gra zonja nga familje të shquara, të cilat i ka respektuar komuniteti dhe kanë qenë gjithashtu deputete të Kuvetit Popullor të Shqipërisë. Ndërto po sjell si referencë dhe si shembull zonjën Terezina Marubi, përfaqësuese e dinastisë qytetare Marubi, por edhe vetë një intelektuale zonja e nderuar e Shkodrës, për të shmangur ndonjë keq kuptim apo kuptim të përcipt, por edhe që neomalsoria Marian të mos i referohet më realizmit socialist, sepse nuk po flasim për metodat letrare dhe artistike, duhet të sqaroj se dikush që ka studiuar shkenca politike nuk mund të gaboj, se referencat janë për fenomenet që mbajnë në këmbë autokracitë e diktaturat dhe jo për stigmatizime personale. Pra po e sjell zonjën Terezina Marubi si referencë llojit të përfaqësimit të asaj kohe, për ta shpjeguar më qartë, larg çdo ngjyrimi që mund të keq kuptojë si sulm personal, po zhvendosim edhe në kohë edhe në hapësirë. Në librin e tij të vitit 1927, La trahison de Claire, tradhtia e intelektualëve, eseisti francez Julien Benda vëzhgoi dhe përshkroi njerëzit e veçantë që mbështetën autoritarizmin e kohës së tij, i cili kishte marrë forma edhe të majta dhe të djathta në të gjithë Evropën. Ai përshkruan aty si ideologët e djathtë, ashtu edhe të majt, duke i akuzuar të dy palët për tradhti ndaj detyrës qendrore të intelektualit, e cila është kërkimi i së vërtetës dhe jo favorizimi i besimeve të veçanta politike. Në mënyrë sarkastike, ai quajti këta intelektual nënpunës të besimeve politike, njësoj si nënpunësit e përshkruar nga Benda, Terezina Marubi, përtej vlerave të saj personale apo cilësive të admirueshme qytetare, nuk ishte në kërkim të së vërtetës, edhe po të donte, nuk mund ta bënte. E zgjedhur nga partia, pavarësisht vlerave, ajo e kishte të vështirë, pothuaj të pamundur, të ngrihej kundër dhunës apo represionit të shtetit të diktaturës së proletariatit. Ajo, si shumë të tjerë intelektual, punëtor apo kooperativist, ishte e dyzuar të zezën ta bënte të bardhë dhe të duartrokiste të ngrinte dorën, të votonte e bindur siç e donte regjimi komunist i kohës. Ne si shoqëri i përçmuam për gënjeshtrën e madhe që na shitën, për konformizmin e tyre, si dhe për mungesën e kurajos karshi autoritarizmit. Jona e këtij përçmimi ka arritur deri tek brezi i ri, por me sa duket, jo mësimi prej tij. Fakti që sot ka intelektual që njësoj si zonja Marubi planojnë të punësojnë si përfaqësues të popullit më shqetëson, sepse tregon se ne si shoqëri ose nuk kemi mësuar asgjë nga eksperienca jone hidhure së shkuarës, ose më keq akoma, e kemi humbur mësimin. Ne akoma vazhdojmë të ushqejmë besimin e gabuar se autoritarizmi përket vetëm komunizmit. Autoritarizmi është qasje, jo një grup idesh. Autoritarizmi nuk ka asnjë lidhje të brendshme me të majtën apo të djathtën. Ai thjesht është alergjik ndaj debatit dhe mendimit ndryshe brenda çdo ideologjie, që prej kohës së Cezarit e më pas të Mussolinit dhe Hitlerit, Stalinit edhe Enverit, e deri në kohë të sotme të Orbanit, Erdoganit edhe Edi Ramos, autoritarizmi të ketë sukses ka nevojë të mbështetet në një grup elitash, të cilët e kuptojnë që roli i tyre i vetëm është shërbimi ndaj udhëheqësit, sado i pandershëm të jetë ai, e sado i madh të jetë korrupsioni. Ata nevojiten të argumentojnë se shkelja e kushtetutës apo shtrembërimi i ligjit është gjëja e duhur për të bërë. Ata duhet të manipulojnë pa kënaqësinë dhe të kanalizojnë zemrimin dhe frikën. Vetëm në regjime autoritare intelektualët punësojnë nga partia si përfaqësues të popullit, pasi kjo është e vetmja mënyrë për të siguruar bindjen e tyre ndaj punëdhënësit dhe realizimin e objektivave të tij. Ndaj sot regjimi autoritar personal i Edi Ramës, gjithçka i nevojitet janë parat dhe kandidatët ose nënpunësit e përfaqësimit, parimet politike, planet për veprime specifike, nuk kanë më asnjë rëndësi. Rëndësi ka vetëm mënyra se si këta nënpunës projektohen nga propaganda e tij. Ndaj edhe Marianat na ofrohen si një realitet alternativ i cili formulohet me kujdes, me ndihmën e teknikave moderne të marketingut, segmentimit të audiencës dhe fushatave në media qofshin këto edhe të huaja, por punët janë edhe mos di se sa mund t'i paramendoj Mariana e vetkënaqur në këto momente. Punësimi si përfaqësues i popullit në Partinë Socialiste, Mariana pretendohet se do të sjellë ndryshimin,
Tani ndryshe nga më parë mund edhe të trashëgohet, por në Shkodër, në krah të Marianës, është trashëgimtarja e babait deputet, i cili pas një marrë ja trashëgon vajzës përfaqësimin. Në kohën viktoriane ishte e padenj të përmendje pantallonat në sy të një zonje, ndoshta njësoj mund të duket e padenj, të përmendësh fenomenin Lenka tek të rinj si Mariana, të cilët kanë lindur në demokraci, edhe ndoshta jo për fajt të tyre, askunde askush nuk ua ka mësuar historinë dhe fenomenet e saj, por një komb që harron mësimet e së kaluarës, ka shumë gjasa ti përsëris ato, madje ti përkeqësoj, siç po ndodh sot në Shqipëri.